Nëse pini kafe në mëngjes, duhet ta dëgjoni urgjent këtë lajm. Për shumë prej nesh, kafeja nuk është thjesht një pije, është pjesë e ritualeve të mëngjesit. Zilja që na zgjon për ditën e re. Mund të mos e keni kuptuar, por nëse mendimi i parë i ditës lidhet me kafen, ju jeni i varur ndaj saj. Në këtë video do të mësoni çfarë ndodh organizmit tuaj deri në 6 orë pasi keni pirë kafe, dhe gjithçka më poshtë ka një shpjegim për rolin e saj në trupin tuaj. 10 minuta pasi keni pirë një filxhan kafe, kafeina hyn në sistemin e qarkullimit të gjakut. Rrahjet e zemrës dhe presioni i gjakut fillojnë të rriten. 20 minuta pas kafes, përqendrimi juaj rritet e keni më të lehtë fokusin. Jeni të aftë të merrni vendime të cilat i kishit më të vështira më parë. 30 minuta pas kafes, trupi fillon të prodhojë më shumë adrenalin. 40 minuta pas kafes, hormoni i humorit fillon të rritet me sa duket, do të ndryshojë edhe niveli i kafeinës. 6 orë pas pirjes së kafes, organizmi ndjen nevojën për të nxjerrë edhe një pije tjetër me kafeinë nga trupi.